A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falëndrimi i takon Allahu xhalla shanuhu që na bëri musliman, që gëzohen për ardhjen e Ramazanit dhe na bëri nga ata njerëz të cilëve u jep dhuratën më të çmueshme pra besimin në Allahun xhalla shanuhu. Do ta filloj këtë ligjërat me disa këshilla të cilat Lukmani alayhi salam, Lukmani i urt ja dha apo e këshilloi djalin e tij. Të cilat këshilla Allahu xhalla shanuhu i regjistroi në Kur'anin famëlart që ne të marrëm mësime nga këto këshilla. Vëllezër dhe motra të nderuara, Lukmani alayhi salam e këshilloi fillimisht djalin e tij që të mos i përshkruaj shok Allahu xhalla shanuhu dhe të jetë i vetëdijshëm se Allahu xhalla shanuhu është me të kudo që është ai, e dëgjon dhe e shikon. Pastaj këshilloi Lukmani alayhis salam djalin e tij që të mbajë lidhjen e fortë me Allahun xhalla shanuhu duke falur rregullisht namazin. Mirpo, Lukmani alayhis salam ishte shumë i kujdesshëm dhe nuk ndaloi vetëm me kaq. Ai vazhdoi edhe me këshilla të tjera që e këshilloi djalin e tij që ai të urdhëroi në të mirë dhe të ndaloi nga e keqja, pra të jetë i mirë edhe për shoqërinë dhe të mos jetë i mirë vetëm për vetveten e tij. Lukmani alayhis salam tha kështu: Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Sadaqallahu al-azim. O djali im, fale namazin, urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja dhe bëhu i durueshëm me çfarë do që të godet. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, fillimisht ne duhet ta rregullojmë vetveten tonë. Të jemi të mirë me Allahun xhalla shanuhu. Të jemi të lidhur me Allahun xhalla shanuhu nëpërmes namazit. Të jemi të vetëdijshëm se Allahu është me ne kudo që ne gjendemi, kudo që ne jemi. Ai na dëgjon dhe na shikon. Mirpo, ne nuk duhet të ndalemi vetëm me kaq nëse duam që të bëhemi musliman apo besimtar më të mirë, por të vazhdojmë edhe me këshillën tjetër që ishte urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Fillimisht të fillojmë nga vetvetja, pastaj tek fëmijët tanë, tek familja jonë dhe tek njerëzit tjerë në përditësi. Allahu xhalla shanuhu kur e lavdëroi këtë ummet, kur na lavdëroi neve si ummeti Muhamedit alayhi salatu wasalam, na lavdëroi pikërisht me këtë cilësi, me urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Allahu xhalla shanuhu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ju jeni populli më i mirë i dal nga njerëzimi, sepse ju urdhëroni në të mirë dhe ndaloni nga e keqja dhe besoni Allahun. Pra, pa këtë cilësi, ne nuk mund të jemi as më të mirët dhe as më të dobishmit. Në qoftë se ne urdhërojmë në të mirë dhe ndalojmë nga e keqja, atëherë ne do të jemi më të mirët dhe më të dobishmit. Të urdhërojmë në të mirë vetëm për hir të Allahut xhalla shanuhu, me qëllim që ta kënaqim Allahun xhalla shanuhu. Sa të kemi mundësi. Ai që urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja, duhet që këtë të bëj në fshehtësi, nëse ka mundësi, sepse efekti është më i mirë. Ebu Derda radiallahu anhu ka thënë kështu: ai që e këshillon vllaun e tij haptazi, ai e ka nënçmuar atë. Ai i cili e këshillon fshehurazi e ka ngritur në një nivel më të lartë. Në qoftë thotë se nuk ka mundësi për këtë, atëherë ai duhet kërkojnë ndihmë nga të ndershmit, të devotshmit, që ata ta largojnë atë prej punëve të këqija, prej mëkatit. Nëse thotë ata nuk e ndalojnë atë prej mëkatit, nuk e largojnë, atëherë thotë mëkatarët do të mbizotërojnë. Dhe atëherë thotë pritni derisa të vijë dënimi i Allahut që do t'ju përfshi të gjithëve. Tjetra që është me rëndësi është ajo që e thamë që ai që urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja duhet që ta bëj vetëm për hir të Allahut xhalla shanuhu dhe jo ta bëj për diçka tjetër. Duhet ta bëj për hir që ta kënaqë Allahun xhalla shanuhu, të mos e bëj për qëllim që ta ngrit vetveten e tij. Ai që urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja duhet që fillimisht të ketë dituri, të jetë i matur, të flasë me maturi dhe butësi, ashtu siç Allahu xhalla shanuhu i urdhëroi Musain alayhis salam dhe vllaun e tij Harunin alayhis salam kur shkuan tek faraoni. Allahu xhalla shanuhu ju thati: thuani atij fjalë të buta,
Pra, edhe njeriut më mizor në rrezullin toksor, Allahu xhaleshanuhu i urdhëroi që t'i flasin me butësi. Ai që urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, duhet që të jetë i durueshëm. Dhe ashtu, jo rastësisht si Lukmani a.s. e urdhëroi djalin e tij në fund të ajetit dhe i tha: "O birim, fale namazin, urdhëro në të mirë dhe ndalon nga e keqja dhe bëhu i durueshëm me çka do që të godet." Dhe gjëja e fundit të cilën do ta përmendi unë, por që është prioritare dhe është e rëndësishme, është që ne veten tonë të mos e harrojmë kur e bëjmë një gjë të këtillë. Kur urdhërojmë për të mirë dhe kur ndalojmë nga e keqja. Sepse mos bëhemi nga ata njerëz të cilët Allahu xhaleshanuhu në surën Bekare në ajetin 44 i përmend dhe u thot Bismillahirrahmanirrahim: "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum?" A thotë ju urdhëroni njerëzit për të mirë dhe veten tuaj harroni? Pra fillimisht ne duhet të jemi të mirë në vetveten tonë, të jemi të mirë me Allahun dhe pastaj të jemi të mirë për njerëzit tjerë apo me njerëzit tjerë. Në kohën e sotme është shumë e nevojshme që ne të therasim, të urdhërojmë në të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja. Aq sa kemi mundësi dhe aq sa dim. Mirë po, edhe pse në kohën e sotme është shumë e rëndësishme të urdhërojmë në të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja, të zbatojmë këtë urdhër të Allahu xhaleshanuhu, nuk është e lehtë. Sepse ka njerëz të cilët nuk duan që ne t'u turbullojmë ujin atyre. Nuk duam që t'u përzihemi në punët e tyre të cilat janë shkatëruese për fëmijët tanë, për familjen tonë dhe për gjithë shoqërinë në përgjithësi. Prandaj duhet që të kemi shumë kujdes, të sillemi me mençuri, të sillemi me dituri dhe butësi dhe urtësi kur të ta zbatojmë këtë urdhër të Allahu xhaleshanuhu wa xhala xhelaluhu. Në fund, lut Allahu xhaleshanuhu që leve të na e bëjë nga ata njerëz të cilët urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, pa mos u trembur siri nga askush tjetër përveç Allahu xhaleshanuhu wa xhala xhelaluhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, Bismillah.